Që këto debate të mësohen nga media dhe ato t'i bëhen publikut me dije. Nuk e kuptoj ende se si politikanët e vendit tim vazhdojnë dhe merren me mediat sa herë që media bën punën e vet, publikon atë që mëson për publikun. Çfarë janë këto debatet brenda Partisë Socialiste, stabilitet apo frikë? Pse reagojnë kështu, si zoti Rama, si zonja Spiropali, pse merren me mediat ata? Kazani Partisë Socialiste po zien dhe uji i zi i brendshëm po vlon dhe ka shpërthyer kapaku tashmë. Pakënaqësia është shfaqur haptazi në disa qëndrimin e zotit Xhafaj më përpara, zotit Braçe, zonja Lisa Spiropali, një tjetër deputete e qarkut, apo ishte deputete e qarkut të Beratit, zonja Ermonela Felaj ka bërë një reagim të koduar, ish ministra të njohur të Partisë Socialiste, kanë shfaqur pakënaqësi publike për modelin e qeverisë së vendit dhe të Partisë Socialiste. Modeli i instaluar, modeli i Belës në Partinë Socialiste dhe implementimi i skemës së saj në disa ministri, por edhe në parti, edhe në drejtimin e shumë dikasterëve të tjera, shikohet nga shumë eksponentë të Partisë Socialiste si një rrezik ekzistencial për karrierën e tyre politike brenda Partisë Socialiste dhe potencialisht nesër deputet apo ministër. Pra ata nuk shikojnë një dritë apo një avenir brenda Partisë Socialiste dhe thonë më mirë të reagojmë sot me dinjitet se sa nesër duke na prerur kokot apo duke na zhdukur nga karriera politike me një tramë të lapsit, sepse kryetarokracia ka bërë këtë gjë në Shqipëri, që kryetari të vendosë emrin në listë. Dhe nuk ka rëndësi nëse ti je i fortë apo je i bukur apo je i mençur, por je në dorën e stilolapsit të kryetarit. Dhe kryetari do të vendosë, të vendosë, nuk ka rëndësi se sa kontribut ke dhënë në Partinë Socialiste. Gjitha emrat që unë përmendët, ka një karrierë 20 vjeçare apo 30 vjeçare në Partinë Socialiste, kontribute nga freshi deri në ministri apo në dikasterë më të mëdha. Kjo tregon që ata janë të pasigurt. Dhe është shumë vonë që ata që kanë dalë tani, sa dhe është mandati 4. Dhe normalisht në gjitha partitë perëndimore, këto shfaqen në mandatin e 2 apo në mandatin e 3. Këtu jemi tek zierja e kazanit, pra po vlon. Nëse ne jemi të nxjerrët e vogla, aty është kazani i zi tashmë që po kthehet në zift, nga trashësia e